Tani, për pjesën e që kërkesat që janë të kaq larta, është se rajoni u godit nga ftohti, deri -8 edhe -10, edhe për fatin e mirë që kemi klimën më të ngrohtë këtu në Shqipëri, edhe për këtu në Shqipëri dhe për këtu në jug që jemi këtu, dhe Ballkani është i goditur dhe prandaj jemi në këto çmime kaq të mira për neve. Vjet me çfarë çmimi keni tregtuar? Vjet ishim te rreth tek 650 lekë deri në 700 lekë, 800 lekë, kurse si vjet jemi 2 fishën e çmimit. Me këto ritme do të vazhdon, mendon? Mendoj unë se do vazhdoj me këto ritme, po këtë nuk i dihet. E di hecuria se si do vazhdoj. Kostoja e justifikon këtë çmim? Po, me këtë çmim jemi të kënaqur, e justifikon edhe koston që kemi hedhur, edhe punën që po bëjmë, jemi të kënaqur. Sa është sipërfaqja e pjeshkës që keni në këtë zonë? Në këtë zonë nuk e di pak a shumë se duhet bëj një llogaritje e mirëfill. Juve vetë? Unë vetë kam të rreth 5 deri në 6 hektar. Ka të ardhurat të mira dhe mbam familjen me të ardhurat vetëm me pjeshkën? Po. Qofse ecën me këtë çmim, po. Mos të bjeri na 1000 lekë, e kupton? Kjo është ajo që duam neve. Synimi janë. Qofse na ecën na ruan dhe Zoti gjithmonë, se jemi në dorë Zotit kur themi neve të bujqësisë, se kemi frikën e breshit, neve kur bie shit, neve bëhemi kështu. Na ikën çelja fare. Këtu jemi domethënë, po na rujti Zoti, jemi në rregull. Edhe te pjesa këtë do donim domethënë nga shteti që na ndihmonte që na sigurojnë me kompanitë e sigurimit që t'i japin një garanci atyre që na sigurojnë neve, se nuk na sigurojnë sepse duhet t'i bëjmë me rrjeta që t'na sigurojnë ata, nuk na marrin përsipër. Duam një garanci nga shteti që kur lulëzon pjeshka, mos goditim nga ftohti dhe nga breshri. Këtë duam ne nga shteti. Pjesët e tjera i mbulojnë vetë. Po. Tani kemi një pjeshkë që quhet Sagittaria, edhe çmimi jemi shumë të kënaqur, është shumë i mirë nga vjet. Te rreth 1400-1500 te pjeshka, dhe te nektarina jemi te 2000 lekë, 1800. Jemi shumë të kënaqur me këtë punë si po ecën tani. Nuk e dim tani, po eci kështu, do jemi akoma më të kënaqur. Prodhimi është për tregun vendas apo eksportin? Prodhimi është edhe për tregun vendas, një pakicë edhe për eksport. Jemi shumë të kënaqur me pikat e grumullimit që po mbledhin, që po marrin dhe po mbledhin, po grumullojnë për jashtë. Cilat janë shtetet ku çojnë dhe pse është çmimi më i lartë këtë vit? Po, shtetet që çojnë pak a shumë është Kosovë, Maqedoni, pak a shumë ato i din pikat e grumullimit që ashtu neve nuk dim shumë rreth kësaj çështje dhe nuk e kuptova atë. Dhe cili është çmimi i tregut të Kam 10 dulum sipërfaqe. Çmimi tani për si vjet nuk ka qenë keq. Është mirë. Ka qenë me 1000, me 800, ka qenë dhe me ato të parë të lashtat, ka qenë dhe me 2000. Edhe i leverdisëm me çmimi, po ka dhe zona që zuri dhe breshi, që nuk shitën kokë. Edhe për ata gjuna madh, duhet të vej dorë dhe shtetit. Dhe ne, si më se njën dhe ne ishtë ne i dem shpërblim nga natyra, edhe shdemi natyrës. Nuk ose shdemi robit se e bera unë demi, nuk e beri vetë ai. Ju vetë nuk keni mundësi të mbroni me rjeta? S'ke mundësi, po bën miliona lekë. Duhet ketë program shteti, siç ka Greqia, se unë rri Greqi. Greku ka program, në 100.000 euro, fermeri pagun 25.000, tjera të mbulon shteti. 75.000 euro i mbulon shteti. 25.000 euro i mbulon, në 100.000 euro, 25.000 euro i mbulon fermeri. Sa kohë që ndronin në Greqi dhe sa kohë në vendin? Po ja, me copa, herën me herë këtej, herën e herë qatë. Me muaj. Vjen vetëm për pjeshkë? Vim këtu, rallojmë, ikim, vadesim, ikim, vim. Këtë. Pse nuk qëndron për gjithmonë këtu? Po, ishtë qikë më ndryshe jetë e sani. Edhe fëmijët i kemi ande. Sa vite ke ande? Sa duash, 110. Po andër për. Cili është tregu i pjeshkëve tua? Ku po i shet? Këtu në treg.
Ke tregu lushnjës, kështu që kemi një vend tregu lushnjës. E shet të gjithë sasin apo Me pjesë, sa vjelim 20 arka, 30 arka, 40 arka. ka kërkesa? Po çka, nuk ka qenë keq. Nuk ka qenë keq. Nuk është për eksport? Është si s'është. S'është, kam çuar 2 paleta për eksport. Po, Sa vite ke që ke mbjell? Këto që në 2011, në 14 vjet. Si vjet është viti i fundit. Pse? Po, zdoron me, Do t'i presësh? do t'i pres, nuk ngre me plak. Pleqeria, aq po do vjetësh. Çfarë do mbjellësh pastaj? Po të shikojmë, nuk e kemi vendosur. Çfarë do ta zëvendësosh? Ta pastrojmë herë, po kismet. Mbase ne pjeshk prapa, nuk e di, se kam vendosur. Të bëjmë pastrimin. Sa jep një pemë për momentin? Je i kënaqur me prodhimin? Po këto të mija këtu jo, sepse janë të vjetra dhe s'ka dhe shumë, kurse pemë të reja japin, mbi 20 kg, 50 kg, 60, po këto janë plakarese, si që të në mizëgjartë. Pjeshka është shumë cilësore. Është pa breshër, pa helme, malli që pastër, është tamam për eksport. Po bëjnë 10 vjet këto. Sa e ka pjeshka? Pastaj çfarë ndodh? Do të do një tjetër, për 3 vjet në prodhim tjetër. Të nderon, ha? 3 vjet dy kam këtu në prodhim. Dhe 4 radhë, në këto, kur bëhet ajo 4 vjet heq këte unë dhe... E ti çfarë po shoh? Jo, ai që do të tjetër. Skëndresja, gjithë skëndresja. Po ja, edhe gjithë skëndresja.